Mbrojtja e territorit dhe lufta kundër ndërtimeve pa leje mbeten një nga prioritetet kryesore të institucioneve shtetërore, kështu deklaroi ministri i Brendshëm Besfor Lamallari gjatë një konferencë përshtyp ku paralajmëroi se çdo rast abuzimi do të përballet me pasoja ligjore. Duke u referuar operacionit të zhvilluar në Sarand, Lamallari theksoi se askush nuk do të tolerohet nëse bëhet pjesë e palishmërisë apo mbyll syt përballë saj. Në kuadër të veprimeve hetimeve paraprake të policisë së shtetit dhe agjencisë mbikëqyrjes policore, u bë e mundur goditja një rasti të dyshuar palishmërie, ku punonjës të policisë bëjnë palë me krimin, jo vetëm neglizhojnë bërjen e detyrës me përkushtim me sipas ligjit dhe me nder, por cënojnë dhe interesat kombëtare. Për të pasur një hetim të thelluar mbi përgjegjësinë nacionale të gjithë kujt që ka pasur detyrën për të vepruar dhe nuk e ka bërë këtë, por nga ana tjetër kjo është një mesazh shumë i qartë për çdo tjetër që llogaritë duhet t'i bëjë mirë vetë me veten, me detyrën dhe me drejtsinë. E bëm shumë qartë që në fakt nuk do të neglizhohet asnjë rast dhe çdo kush që tradhton uniformën do të përgjigjet një për një para ligjit. Ministri i Brendshëm ndaloi gjithashtu edhe tek projekti Smart City, i cili pritet të nisë zbatimin konkret gjatë kësaj vere. Sipas tij, projekti synon rritjen e sigurisë dhe monitorimin inteligjent në institucionet arsimore dhe komunitet. Lamallari bëri të ditur se faza e parë e projektit do të përfshihet në shkollat e kryeqytetit. Shumë shpejt dhe besoj brenda vitit të ardhshëm arsimor do të kemi zbatimin e këtij projekti në 20-21 shkolla në Tiranë dhe jam shumë i bindur që produktet do të jenë shumë dobishme për komunitetin, për prindrit, për vetë nxënësin rrethpar, në mënyrë që ne të vijojmë atje dhe përshtirjen e këtij projekti edhe në nivel kombëtar. Në prag të sezonit veror, Lamallari njoftoi se do të shtohet përdorimi i portave elektronike e-gates edhe në Sarandë dhe Durrës.